po shtohet mushkonja me shpejtësi të madhe. Është bërë mushkonja atje për ta marrë Saliu në koalicion. Po normal, kur mori Kastriotin mund të marrë edhe mushkonjat. Me këtë përshtypje pas kthimit nga fusha e Maliqit në Korçë, që po kthehet në Kënet, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha nga labinoti fush në rrethin e Elbasanit se vendi ka nevojë për zgjidhjen e vaditjes dhe kullimit në parcela dhe për menaxhim më të mirë të ujit që përmbyt toka, por që mungon në çezmat e shqiptarëve. Ne duhet dhe do të këmbgulim shumë fort në një politikë të re për ujin, që do të thotë të ndërtojmë skemën e qartë për të quin parcel, për quin rubinet, për të dhënë mundësi të gjithëve ta shfrytëzojë këtë pasuri të madhe kombëtare që është uji dhe për të mbrojtur nga uji. Rama ka ironizuar me prerjen e shiritave të rrugëve nga ana e kryeministrit. Sipas tij, Partia Socialiste pas 23 qershorit do të fokusohet në 2 drejtime për ndërtimin e infrastrukturës. E para, ne nuk do shtrojmë më rrugë që ngelen rrugëve, siç ka ngel rrugët e këtyre. Fillo hap nga të 4 anët dhe i lën rrugët rrugëve, i detyrojnë kompanitë të paguajnë dhe i zhysin në përborxhe të tmerrshme, dhe nga ana tjetër pasqyrë cilësi. Dhe e dyta, nuk planifikojnë ndërtimin e rrugëve të lidhur me prodhimin. Dhe të nxisim të ndërtimin e rrjetit sa më shpejt të mbledhjes edhe të kalimit prodhimit apo jo. Se rrugët janë një nga arsyet pse prodhimi nuk qarkullon. Edi Rama ka sqaruar dhe planin e Partisë Socialiste për të ulur taksat për prodhimin bujqësor dhe biznesin e vogël. Sot biznesi i vogël paguan taks për biznesin e vogël. Paguan atë të merrin taksën e shesh 10%. Paguan dhe TVSH. Ne një pjesë. Ne do ta heqim taksën e biznesit të vogël dhe do ta përgjysmojmë taksën e fitimit.